Gjetjet e vendimit të gjykatës së apelit për rikthimin e çështjes për rigjykim në gjykatën e Korçës me tjetër trup gjykues për vrasjen e Martin Çeços me të pandehur Walter Mollaj, Edlir Mollaj, Bledi Angjo dhe Martina Pajollari. Gjykata e apelit në qershor të vitit 2025 vendosi që të rikthente për rigjykim çështjen në ngarkim të 4 pandehurve të akuzuar për vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim të Martin Çeços në qershorin e vitit 2022. Emisioni Unico zbardh për herë të parë pikat kryesore të vendimit prej 107 faqesh dhe detyrat e lëna për gjykatën e Korçës. Vendimi i apelit nuk është thjesht procedurial, ai rrëzon tërësisht mënyrën se si është ndërtuar hetimi dhe gjykimi në shkallën e parë. Çfarë kërkuan të pandehurit dhe pse u rihap çështja? Ata kërkuan prishjen e vendimit të gjykatës së Korçës duke argumentuar se procesi ishte i padrejtë dhe i njanshëm. Ata kanë pretenduar se u refuzuan prova thelbësore për mbrojtjen, nuk u lejuan ekspertime kyçe dhe se nuk ekziston asnjë provë shkencore që i lidh drejt për drejt apo torthorazi me vrasjen. Në vlerësim të shkaqeve të paraqitura në ankimim, gjykata e apelit konstaton se vendimi i datës 10/2/2025 i gjykatës së shkallës së parë Korçë është i pavlefshëm për shkak se është i parsyetuar dhe përrjedhoi çështja duhet të prishet dhe aktet duhet të kthehen për rigjykim në gjykatën e shkallës së parë Korçë me tjetër trup gjykuese. Gjykata e apelit ka vlerësuar gjithashtu se vendimi i parë i 10 shkurtit 2025 është konkluzioni i një procesi jo të rregullt ligjor me mungesë të zbatimit efektiv të parimit të barazisë së armëve, duke cënuar të drejtën e të pandehurve për të mbrojtur në gjykim jo nga pikpamja formale, pasi secili prej tyre kishte mbrojtës dhe një pjesë të kërkesave të tyre janë pranuar, por nga pikpamja substanciale me rrëzimin e kërkesave për marrjen e provave thelbësore në drejtim të fajësisë së të pandehurve. Përrjedhoi, thot gjykata e apelit, gjykata e Korçës në vendimin e dhënë nuk ka arsyetuar në mënyrë shtruese, arsyet për të cilat gjykata i quan të papranueshme provat e kundërta, për shkak se më herët nuk ka lejuar marrjen e tyre, ndërsa vendimi përfundimtar është i parsyetuar në drejtim të fajësisë së të pandehurve te i çdo dyshimi të arsyeshëm, sipas nenit 4 të Kodit Procedurës Penale, duke bërë që për këtë shkak vendimi të prishet dhe çështja të kthehet për rigjykim. Po ashtu, gjykata e apelit ka konstatuar se për arsyetimin e vendimit, sipas dispozitave procedurale penale, vendimi i gjykatës së Korçës duhet të mbështetej vetëm mbi faktet që janë paraqitur gjatë procesit gjyqësor dhe duhet të përmbante bazën ligjore mbi të cilën bazohet zgjidhja e mosmarrveshjes, analizën e provave dhe mënyrën e zgjidhjes së mosmarrveshjes. Arsyetimi i vendimeve është element thelbësor i një vendimi të drejtë. Përveç se të drejtës që ka personi që investon gjykatën për të kuptuar motivet e vendimeve që prekin të drejtat e tij, një vendim plotësisht i arsyetuar lejon publikun ta vlerësojë sistemin e drejtësisë dhe u jep mundësi qytetarëve të zakonshëm të shohin se si administrohet drejtësia në emër të tyre. Kërkesa për një vendim të arsyetuar u tregon palëve se ato janë dëgjuar dhe është veçanërisht e rëndësishme për ushtrimin efektiv të së drejtës për apel. Gjykata e apelit thotë se në rastin konkret, ndonse vendimi nga pikpamja formale paraqitet voluminoz, në përmbajtje të tij konstatohet se volumi lidhet më së shumti me pasqyrimin tërësisht të kërkesës së prokurorit për gjykim, qëndrimet e secilit mbrojtës ndaj faktit penal, përmbajtja e plotë të gjitha dëshmive të marra në gjykim, pyetjet pandehurve dhe deklarimet të cilat janë lejuar të lexohen nga gjykata. Në vendim, thot gjykata e apelit, mungon analiza dhe vlerësimi i provave në drejtim të fuqisë provuese të tyre, sipas kërkesave të nenit 152 të Kodit Procedurës Penale dhe analiza për të cilat gjykata i quan të papranueshme provat e kundërta. Gjykata nuk analizon asnjë provë të mbrojtjes, ku duket se vetëm prova me dëshmitar është pranuar nga gjykata dhe pjesa më e madhe e kërkesave të mbrojtjes të pandehurve për marrje provash të tjera janë rrëzuar nga ana e gjykatës së Korçës, pamundur t'i nënshtrohen shqyrtimit gjyqësor për t'u vlerësuar më pas lidhur me pranueshmërinë e tyre dhe fuqinë provuese.
Kërkesat e mbrojtjes për prova lidhen me përdorimin e rrjeteve sociale nga viktima Martin Çeço dhe e pandehura Martina Pajollari për thirrjen dhe pyetjen në gjykatë të ekspertit kompjuterik, i cili gjatë hetimeve paraprake ka realizuar aktin e ekspertimit kompjuterik për identifikimin dhe analizimin e aparateve telefonike të pandehurës Martina Pajollari dhe viktimës Martin Çeço. Kërkesën për ekspertim të karakteristikave fiziko-kimike të fijeve të floku të gjetura në duart e viktimës Martin Çeço, apo eksperimenti hetimor për rrugën e përshkruar. Në këtë mënyrë, gjykata e Korçës, thot gjykata e apelit, ka cënuar të drejtën efektive për mbrojtje. Po ashtu, në arsyetim gjykata e apelit ka evidentuar se megjithse gjykimi i gjykatës së Korçës është kryer sipas ritit të gjykimit të zakonshëm, provat përfshi ekspertimin kompjuterik apo të dhënat nga përgjimet nuk i janë nënshtruar procesit të marrjes dhe debatit gjyqësor nga palët në gjykim. Debati mbi provën përbën thelbin e gjykimit të zakonshëm, ku marrja e provës në gjykat lidhet drejt për drejt me nënshtrimin e saj debatit për faktin që synohet të provohet nëpërmjet saj dhe paraqitja e kundërshtimeve të mundshme për marrjen e saj, përfshi procedurën me qëllim përdorshmërinë në gjykim. Në këtë këndvështrim, gjykata e shkallës së parë ka cënuar të drejtën efektive të pandehurve për të mbrojtur në raport me akuzën e ngritur ndaj tyre, duke cënuar të drejtën për akses në gjykat dhe barazinë e armëve. Gjykata e apelit ka konstatuar se qartazi rezulton se i gjithë hetimi paraprak dhe hetimi gjyqësor në shkallë të parë në Korçë, bazuar në deklarimet fillestare të pandehurve Martina Pajollari dhe Bledi Angjo, është përqendruar vetëm në komunikimet dhe vendodhjet e viktimës dhe të pandehurve nga data 12 qershor 2022 ora 23 deri në datën 13 qershor 2022 ora 6:30 e mëngjesit. Në një kohë që hetimet nuk kanë mbuluar, thot gjykata e apelit, të gjithë periudhën kohore nga largimi i viktimës nga banesa me datën 12 qershor 2022 ora 20:00 orën më të herë të largimit të deklaruar nga babai, deri në kohën e konstatimit të kufomës në ujë, datë 16 qershor 2022, ora 11:50 minuta. Sa më sipër, koha dhe vendi i vdekjes së viktimës nuk gjen arsyetim në vendimin e gjykatës së Korçës dhe përrjedhoi as analizimi i provave dhe hetimet e kryera në raport me kohën e vdekjes dhe kontaktet apo komunikimet e viktimës deri në momentin që ka ndërruar jetë. Gjykata e apelit konstaton se në mënyrë të gabuar, i gjithë hetimi i prokurorisë së Korçës dhe gjykatës së Korçës është drejtuar kryesisht mbi bazën e deklarimeve të shtetases Martina Pajollari, të dhëna në kohë dhe në cilësi të ndryshme, në mënyra të ndryshme, madje në një rast edhe të regjistruara, ku ajo deklaron rrjedhshëm faktet pa ngarkesa emocionale nga marrja në pyetje, ndërsa mbetet e paqartë, thot gjykata e apelit, rrethanat e ndryshimeve të herpashershme të tyre, ku në gjykat Martina Pajollari ka dhënë versionin e fundit se ajo nuk e njeh dhe s'ka patur lidhje me viktimën dhe ajo dhe të pandehurit nuk janë të përfshirë dhe nuk kanë kryer veprën penale dhe të gjitha deklarimet e saj janë dhënë nën presionin e policisë. Po kështu, thot gjykata e apelit, mbetet tërësisht i paqartë sinkronizimi i deklarimeve të Martina Pajollarit dhe të pandehurit Bledi Angjo sipas versioneve të ndryshuara prej tyre, lidhur me kohën dhe rrugën e përshkruar dhe qënjen apo jo të Martina Pajollarit në makinë, ku sa herë ndryshon versioni i Martinës, duket se ndryshon menjëherë dhe versioni i Bledi Angjos, ndonse ky i fundit i izoluar dhe pa mundësi komunikimi me Martina Pajollarin. I pandehuri Bledi Angjo ka ndryshuar, thot gjykata e apelit, dhe në gjykatën e Korçës qëndrim, ndërsa ka kërkuar të dëgjohet nga gjykata. Mbajtur këto në konsiderat si dhe përfshirjen në komunikimet pandehurit Walter Mollaj dhe Edlir Mollaj, të një shtetasi anonim që del nga përgjimi ambiental i bisedave midis të pandehurve, ku shtetasi anonim që ju fërshëllën nga jashtë i pyet rreth çështjes dhe të pandehurit Bledi Angjo dhe ju jep udhëzime për komunikimin e tyre në vim, në një kohë që nga përgjimi i tyre është realizuar gjatë qenies të izoluar. Organi i akuzës, thot gjykata e apelit, duhet të kishte treguar kujdes të shtuar në drejtim të grupit hetimor të ngarkuar me këtë çështje, në funksion të kryerjes së një hetimi objektiv dhe sipas rregullave procedurale të parashikuara shprehimisht, duke vlerësuar me kujdes
çdo deklarim të dhënë prej tyre, detyrë kjo tashmë e gjykatës. Gjykata e Apelit thotë se funksioni kryesor i gjykatës është dhënia drejtësie e cila realizohet duke mbajtur në konsiderat parimin e prezumimit të pafajësisë dhe të gjetjes së të vërtetës. Kjo e fundit nëpërmjet procesit të provuarit në gjykim, ku barrën e provës e ka akuza në ushtrim të funksionit të saj për mbrojtjen e interesit publik. Gjykata krijon bindje nëpërmjet procesit të çmuarjes dhe vlerësimit të provave për të arritur tek e vërteta objektive. Përsëritja e shqyrtimit gjyqësor dhe hetimi gjyqësor në drejtim të kohës dhe vendit të vdekjes nuk mund të realizohet në gjykatën e Apelit, pasi cënon procesin e rregullt ligjor mbi të drejtën e kundërshtimit të fakteve dhe provave të marra dhe të shqyrtuara fillimisht në shkallën e parë, duke siguruar aksesin për kundërshtimin e tyre në një gjykatë më të lartë, mbajtur në konsiderat faktin se gjykata e lartë shqyrton çështje të ligjit dhe jo të faktit, lidhur me vendimarrjen e gjykatës së Apelit. Përrjedhoj, vendimi i gjykatës së shkallës së parë duhet të prishet dhe çështja duhet të kthehet për rigjykim. Gjykata e Apelit shprehet se në rigjykim, gjykata e Korçës, në zbatim të parimit të procesit të rregullt ligjor dhe të barazisë së armëve, duhet të marrë dhe të administrojë të gjitha të dhënat që disponon kompania Meta e Facebookut dhe Instagramit për përdorimin e rrjeteve sociale dhe për mbajtjen e të gjitha komunikimeve për periudhën 1 qershor 2022 deri me datën 20 qershor 2022 të viktimës Martin Çeço, të pandehurës Martina Pajollari dhe të pandehurve të tjerë në të gjitha profilet e hapura prej tyre, llogarit IP të identifikuara nga prokuroria dhe në varësi të dhënave të përftuara nga kompania Meta, thirrjen dhe pyetjen në gjykim të personave të tjerë që mund të rezultojnë në komunikime me interes për faktin penal të ndodhur. Gjithashtu thot gjykata e Apelit, të dhënat pranë kompanisë Meta të kërkohen dhe për rrjetet sociale dhe të gjitha llojet e komunikimeve të realizuara nëpërmjet tyre për të njëjtën periudhë dhe pushtetasit Johnson Potka, Mikel Çuçllari, Rezardo Kolli dhe Ergentina Plebi. Të merren nga kompanitë telefonike urdhëron gjykata e Apelit dhe të analizohen nëse është e nevojshme dhe me ekspert të fushës flukset e logimeve, thirrjet hyrëse dalse, SMS dhe internet në intervalin kohor nga data 12 qershor 2022 ora 8 e mëngjesit deri në datën 16 qershor 2022 ora 16 të ndjerit Martin Çeço dhe të pandehurve Walter Mollaj, Edlir Mollaj, Martina Pajollari dhe Bledi Angjo, si dhe të shtetasve Ergentina Plepi, Rezardo Kolli, Ardito Jurgen Malbor Johnson Potka dhe Mikel Çuçllari dhe vendodhja tyre sipas këtyre logimeve. Të identifikohen abonentët dhe numrat e email për logimet që do të konstatohen në këtë periudhë, duke përcaktuar dhe antenën apo antenat që mbulojnë hapësirën gjeografike ku ndodhet rezervuari i fshatit Kolanec Maliq, duke paraqitur dhe në hartë. Gjithashtu në rigjykim, të merren dhe të analizohen dhe mendimin e një eksperti kompjuterik të gjitha thirrjet dhe komunikimet telefonike në periudhën e sipërcituar 12 qershor 2022 ora 8 e mëngjesit deri në datë 16 qershor 2022 ora 16 të viktimës Martin Çeço, të pandehurve Martina Pajollari, Walter Mollaj, Edlir Mollaj dhe Bledi Angjo, duke identifikuar numrat e telefonit dhe përdoruesit e tyre, me të cilët është komunikuar në këtë periudhë, përfshi edhe komunikimet me SMS, audio apo video. Gjykata e Apelit shmon se në rigjykim duhet të pyeten në cilësinë e dëshmitarit, shtetasit Ilirian Zyke, bariu i Kolanecit, lidhur me ngjarjen, njohjen me viktimën Martin Çeço dhe të dhëna që ai kishte dieni prej këtij të fundit. Duhet të pyetet në cilësinë e dëshmitarit shtetasi Emiliano Mollaj mbi vendodhjen, komunikimet dhe takimet e tij me të pandehurit në të njëjtën periudhë si më sipër, shtetasit Jurgen Malbor dhe Ardito të kërkohen dhe pyeten këta shtetas në cilësinë e dëshmitarit, duke u bërë mundur dhe ballafaqimi i tyre nëse do të ketë deklarime kontradiktore dhe në rast se kjo nuk është e mundur sërish, gjykata ta analizojë deklarimet e tyre në përputhje me provat e tjera në gjykim. Gjithashtu, të ekspertohen për sa është e mundur
fijet e flokut, të cilat janë gjetur në duart e viktimës Martin Çeço, nëse janë humane, duke i krahasuar ato sipas karakteristikave fizike-kimike të tyre me flokët e 4 pandehurve në këtë gjykim. Mbajtur në konsiderat pozicionin e trupit dhe duarve të viktimës, dëmtimet e konstatuara në trup, dorë dhe të thirrët dhe të ripyetet eksperti mjeko-ligjor, nëse mund të përcaktohet nëse këto dëmtime janë shkaktuar para apo pas vdekjes. A ka patur përleshje midis tij dhe autorëve, a mund të përjashtohet kategorikisht ekzistenca e një përleshje dhe në varësi të saj, a mund të përcaktohet nëse fijet e flokut të gjetur në duart e viktimës janë rezultati i kësaj përleshje apo mund të jenë nga faktor të jashtëm nisur dhe nga vendi ku gjet trupi i viktimës. Gjykata e apelit e vlerëson të domosdoshme që në rigjykim të merren dhe të dëgjohen të plota nga gjykata në prani të palëve, përmbajtja e të gjitha përgjimeve të realizuara në hetimet paraprake me qëllim vlerësimin në tërësi të tyre, pa u kushtëzuar nga transkriptimet e kryera që ndodhen në dosjen gjyqësore. Sa i përket pretendimit për eksperiment hetimor, kjo të vlerësohet sërish nga gjykata e Korçës në varësi të dhënave që do të rezultojnë gjatë gjykimit për kohën dhe vendin e vdekjes së viktimës Martin Çeço. Sa i përket pretendimit të palës mbrojtëse për marrjen si provë të materialeve që disponon gazetari Spartak Koka në kuadër të emisionit investigativ të realizuar prej tij për vrasjen e viktimës Martin Çeço, gjykata e apelit e gjen të drejtë të bazuar vendimin e gjykatës së Korçës, referuar në 149 të kodit procedurës penale, sipas të cilës prova krijohet në gjykatë. Ajo merret në përputhje me rregullat procedurale për kërkimin e provës dhe që përmbajnë të dhëna dhe fakte që lidhen me veprën penale dhe autorin e saj. Gazetari është thirrur dhe pyetur në gjykatë në cilësinë e dëshmitarit për faktet për të cilat ai ka dieni, të cilat gjejnë pasqyrim të plot si dëshmitë e tjera të marra në gjykim. Nga dëshmia e dhënë prej tij, nuk ka rezultuar të dhëna të tjera të vlefshme për të marrë si provë, ndërsa mbrojtja nuk ka pretenduar provën konkrete që kërkon të merret, pa mundur të arsyetoj faktin konkret që synon të provojë nëpërmjet marrjes së saj. Materialet që kanë shërbyer apo janë përdorur për transmetimin e emisionit nuk mund të përdoren pasi nuk janë marrë nga organi i ngarkuar me ligj dhe sipas procedurës ligjore të parashikuar. Sa më sipër, gjykata e apelit vlerëson se vendimi numër 41/2025 i datës 10 shkurt 2025 të gjykatës së shkallës së parë Korç është i pavlefshëm për bën shkak ligjor për prishin e tij, në zbatim të detyrimeve që parashikohen në nenin 428, fraksion 1, shkronja Ç e kodit procedurës penale, i cili parashikon se gjykata e apelit pasi shqyrton çështjen, vendos prishjen e vendimit dhe kthimin e akteve gjykatës së shkallës së parë, kur në çdo rast kur në dispozita të veçanta është parashikuar pavlefshmëria e vendimit dhe kthimin e çështjes për rigjykim në gjykatën e Korçës me tjetër trup gjykuese, e cila në rigjykim duhet të mbajë në konsiderat arsyetimin e gjykatës në këtë vendim. Shikues të emisionit Unico, kemi ardhur në Korç, aty ku aktualisht po zhvillohet seanca për vlerësimin e masës së sigurisë për 4 të arrestuarit e dyshuar si të përfshirë në vrasjen e Martin Çeços. Më konkretisht për Walter Mollaj, Edlier Mollaj, Bledi Angjo dhe Martina Fajollari, në ambientet e jashtme të gjykatës, siç e shihni, janë dhe familjarët e tyre të cilët kanë ardhur për në mbështetje të 4 të arrestuarve dhe 4 të akuzuarve. Kujtojmë se vim në Korç në këtë ditë të caktuar për shkak se gjykata e apelit ka vendosur për të rikthyer për rigjykim çështjen në ngarkim të tyre, pasi ka konstatuar shkelje të shumta të kryera nga trupa gjyqësore e gjykatës së Korçës dhe nga prokuroria e Korçës, një çështje e cila ka pikpyetje të forta dhe enigma në raport me dinamikën se si ka ndodhur dhe në raport me autorsinë. Nga njëra anë kemi prokurorinë e cila i ka akuzuar 4 personat si të përfshirë në role kryesore apo role ndihmëse në këtë ngjarje, dhe nga ana tjetër kemi të 4 ata që nuk e pranojnë se kanë
kryer vrasjen e Martin Çeçës. Nga ana tjetër kemi të dhëna dhe dëshmi dhe prova të cilat nuk u morën konsiderat gjatë procesit të hetimit dhe gjatë procesit të gjykimit. Një çështje e cila me datën 25 nëntor, sot jemi me 23 nëntor, pritet të rikthehet për rigjykim këtu me një tjetër trup gjyqësore dhe me një tjetër prokuror, ku në këtë proces të ri nga fillimi gjyqësor do duhet të marrin në konsiderat dhe parasysh të gjitha detyrat që ka lënë gjykata e apelit në një vendim të gjatë prej rreth 110 faqe të arsyetuar. Gjykata e apelit ka konstatuar të gjitha problematikat ligjore në raport me gjykimin, siç e theksova, nga trupa gjyqësore e parë e kryesuar nga Lulieta Kole në gjykatën e Korçës. Dhe një nga kërkesat kryesore për cilët ne kemi folur që në momentin e parë, kërkesë të cilën më pas e bën dhe avokatët mbrojtës të pandehurve, ishte që prokuroria dhe gjykata t'i drejtoheshin Facebookut, kompanisë Meta, për të përcaktuar saktësisht me kë ka folur Martin Çeço atë natë, nëse ka folur me Martina Pajollarin, dhe për të përcaktuar në mënyrë shkencore dhe pa pikpyetje se çfarë ka ndodhur në komunikimet elektronike dhe veçanërisht ato në rrjetin social Facebook mes Martin Çeços, Tina Pajollarit nëse ka patur komunikime, apo Martina Pajollarit në 12 profilet e saj të evidentuara nga prokuroria, dhe komunikime me persona të tjerë, të cilët mund të jenë të njohur ose jo të Martin Çeços, dhe për të përcaktuar saktësisht se kush ka qenë biseda e fundit. Ne si emision Uniko kemi arritur të përcaktojmë dhe të zbulojmë se kush kanë qenë dy bisedat e fundit. Një me 3 djemtë e Bllacës, të cilët e kanë marrë me telefon me thuri, dhe pastaj ka rezultuar se njëri prej ky numër telefoni ka qenë në pronësi të shtetasit Jurgen M, 16 vjeç, i cili më pas është pyetur në polici dhe ka deklaruar se e ka shtyrë për ta bërë këtë telefonat nipi i shokut të ngushtë të Martin Çeços, Rezardo Kolli. Ndërkohë nga ana tjetër kemi telefonatën e dytë që na doli nga hapja e Facebookut, e 4 profileve që kishte në përdorim Martin Çeço, e një bisede telefonike të kryer me shtetasen Tina Plepi, bisedë prej 49 minutash, shetase të cilën ai nuk e njihte, as shtetasja Tina Plepi nuk e njihte Martin Çeçon, dhe bisedë e cila zhvillohej në kuadër të mendimit të Martin Çeços se ishte se po fliste me Martina Pajollari. Nga ana tjetër kemi shkelje të shumta në raport me familjen e viktimës. Vllai dhe motra e Martin Çeços nuk janë lejuar të përfaqësohen, të njihen me aktet apo të kenë mundësinë për të kërkuar veprime hetimore, pasi në mënyrë arrogante dhe abuzive, e theksoj, janë përjashtuar qoftë nga ish prokuroria e çështjes Oli Visi, qoftë nga drejtuesja e procesit gjyqësor Lulieta Kole, të cilët kanë refuzuar në mënyrë brutale t'ju japin akses motrës dhe vllait Martin Çeços që të kenë mundësi të parashtrojnë dhe ata argumentet e tyre ligjore apo ankesat e tyre në raport me çështjen, dhe janë mjaftuar duke dërguar njoftime në shtëpinë e babait Martin Çeços, i cili në të shumtën e rasteve nuk është paraqitur në shkallën e parë. Ndërsa në gjykatën e apelit, siç e keni parë në atë ndjekje të detajuar që kemi bërë, ka qenë i pranishëm dhe pas seancave gjyqësore na ka dhënë dhe detaje të tjera të cilat mund të kenë vlerë për hetimin. Po një gjë është e sigurt, dinamika, alibia që ka ndërtuar prokuroria në raport me orën e ngjarjes, tashmë ka rënë e faktuar kjo nga babai Martin Çeços, i cili ka rrëzuar alibin dhe skemën e ngritur nga prokuroria dhe nga gjykata se Martin Çeço ishte zhdukur apo ishte vrarë në orën 11 të natës
dhe sipas babait e gjithë dinamika e bisedave telefonike, ndryshe nga sa kishte deklaruar në fillim në polici dhe në prokurori, ka ndodhur në të ngrysur rreth orës 8:20 minuta. Shpresojmë të shohim një dinamik tjetër, një aspekt profesional të lartë të strukturave hetimore dhe gjyqësore në këtë proces, ku të plotësojnë kërkesat në mendimin tim shumë objektive dhe detyrave që ka lënë gjykata apelit për zbardhjen përtej çdo dyshimi të arsyeshëm të kësaj çështje dhe t'ju jap mundësinë të gjitha palëve të parashtrojnë argumentet e tyre dhe të kenë të njëjtat armë ligjore për t'i përdorur në argumenta e sigurisht për t'i dhënë një përgjigje definitive se kush është i përfshirë në vrasjen e Martin Çeços mbrëmjen e 12 qershorit 2022, sepse një nga shkeljet e mëdha të konstatuara nga gjykata, për cilën do të ndalemi në vijim në mënyrë më të detajuar, është fakti se gjykata nuk ka argumentuar asgjë ndryshe nga sa kishte kërkuar dhe nga sa kishte paraqitur në pretensë prokuroria. Kjo gjë bie ndesh në mënyrë të hapur me kodin e procedurës penale. Pra një gjykat dhe disa gjyqtarë me eksperiencë në këtë gjykat marrin guximin dhe nuk arsyetojnë vendimin e tyre, po kopjojnë fjalë për fjalë atë që kishte shkruar apo që kërkonte prokuroria. Nga ana tjetër kemi oficer policie gjyqësore të cilët sipas pretendimeve të Martina Pajollarit kanë ushtruar dhunë ndaj saj. E më konkretisht bëhet fjalë për oficeren e policisë gjyqësore, kandidate për prokurore dhe për gjyqtare, Klau Ogrenaj. Bëhet fjalë për oficerin e policisë gjyqësore, Leonard Ndreka, të cilët janë të akuzuar drejt për drejt nga Martina Pajollari që kanë ushtruar dhunë dhe janë munduar të tjetërsojnë prova. Nga ana tjetër kemi falsifikimin e firmës së Bledi Anxhos në këtë proces dhe në deklarimet e parat e tij. Një person i cili nuk di as shkrim dhe as këndim dhe që ka firmosur me një kaligrafi të një personi me arsim të lartë. Gjithë këto pikpyetje dhe gjithë këto enigma dhe gjithë këto shkelje të konstatuara apo të evidentuara apo të pretenduara do duhet i marrë në shqyrtim gjykata e Korçës në këtë rigjykim dhe për t'i dhënë një përgjigje përtej çdo dyshimi të arsyeshëm. Çfarë ka ndodhur me Martinin? Kush është i përfshirë? Për cilin motiv ka ndodhur ngjarja? Sepse policia, nëse mbani mend në këtë histori, na tha që ishte xhelozia. Në të vërtetë, a ekziston ky si argument? A janë të përfshirë 4 personat banues në fshatin Marian? A ka persona të tjerë të përfshirë? Dhe çfarë ka ndodhur në raport me kërkimet që ka bërë babai i Martin Çeços atë natë, sepse ai ka pretenduar që fill pasi është larguar nga shtëpia, ka vajtur për të kërkuar djalin në vende ku ai dyshonte se mund të ishte fshehur. Por për më shumë do presim vendimin e gjykatës dhe të ndjekim se si do shkojë kjo ecuri në raport me rivlerësimin e masave të sigurisë, kur kanë kaluar më shumë se 3 vite nga ngjarja dhe kur kemi këtë vendim të gjykatës apelit. Do vazhdojnë të jenë në mas sigurie para burgim 4 të arrestuarit, sepse avokatët e tyre kanë pretenduar shkeljen e afateve të paraburgimit, apo rigjykimi në gjykatën e Korçës do të bëhet me masën e paraburgimit, pra që të jenë të burgosur të 4 persona, sepse ajo që kemi mësuar është se trupa gjykuese do të jetë kjo: Suzan Bushi, Eda Diko, Gentian Sallaku dhe me prokuror shtetasin Arben Deliaj. Këto janë të dhënat e fundit. Ndërkohë gjyqtarja që po merr në shqyrtim rivlerësimin e masave të sigurisë është tjetër. Të ndjekim më tej. Çfarë vendosi gjykata? Rrëzimin e kërkesës me shumicë votash. Çfarë kërkuat ju? Humbjen e fuqisë paraburgimit, sepse kanë kaluar 3 vjet e 4 muaj. Ndërkohë që gjykata të paktën çfarë la të kuptohet shumica, referon në rifillim të afateve për shkak të rikthimit, që është një për të parë dëgjoj. Rifillim të afateve për shkak të rikthimit gjyqësor? Po.
sepse po ta shikosh dispozitën që rregullon numrin e fuqisë para burgimit është ndarë në etapa për çdo fazë, qoftë në tim, qoftë në gjykim, qoftë në rastet e rigjykimit të çështjes. Por ka pikën 6 që thot afati tërësor nuk mund të kalojë një afat 3 vjeçar. Ndërkohë që këtu kanë kaluar 3 vjet e 4 muaj dhe unë qëllimisht e lash që të kalonin dhe këto sepse kishte disa afate të pezulluara dhe prej një jave ka mbaruar dhe afati 3 vjeçar duke anashkaluar pezullimin megjithëse dispozita nuk e lidh me pezullimin. Është një vendim që jam shumë kuriozitar ta shoh çdo arsyetohet, por referenca që nuk përdor në bazën ligjore që kemi ndërtuar ne në kërkesë, por një bazë ligjore që s'ka lidhje me objektin e gjykimit. Me cilën bazë? Me rifillimin e afateve për çdo fazë, por ajo bën pa prekur afatin tërësor. Do të jetë e njëjta trup gjyqësore që do të që do të ketë çështën e rigjykim? Çështjen që do të ketë, por unë do të mendoj opsionet e vlerësimit nëse do duhet të jetë kjo trup gjyqësore me këtë vendim absurd që sot ka dhënë ose jo. Në vlerësimin tim është absurd. Çuditërisht gjykata e Korçës vetëm një javë më përpara me një vit burg që një çështje të ngjashme i liroi megjithëse akuzohen për vrasje me paramendim, me kryer bashkëpunim. Pra për të njëjtën akuzë. Unë nuk dua të bëj analogji fare sepse nuk e njoh frasin që të them se çfarë do ka ndodhur, por këto janë afate thjesht janë llogaritje matematikore, janë thjesht afate ligjore. Këtu gjykata nuk ka në dorë të hartoj ligj të ri, ligji është shumë i qartë. Thjesht duhet zbatoj detyrimet procedurale. Në rast konkret, për mua vendimi është tërësisht i papranueshëm, vendimi i shumicës. Po prokurori çfarë kërkoi? Pikërisht edhe prokurori kërkoi rrëzimin e kërkesës duke arsyetuar po këtë që mendoj se ka arsyetuar dhe shumica pavarësisht se nuk dha arsye. Ka rrezik klientët tuaj të largohen, të arratisen dhe mos të përballen me procesin e ri? Jo, e para nuk ka, por edhe sikur të ekziston nëse do lirohen me arrest shtëpie, se çka kemi? Jo, s'ka as arrest shtëpie nuk mund të jepet më, sepse ka vendim gjykatës kushtetuese në këtë rast, dhe arrestin shtëpie konsiderohen para burgim. Kështu që këtu mund të jepen masa të tjera shtrënguese, siç mund të jetë detyrim për të paraqitur, ndalimi i daljes së shtetit e tjera, por arrest në burg dhe arrest në shtëpi nuk mund të jepet. Ndërsa çështja sot kishte karakter shumë teknik, kishte thjesht konstatim të humbjes së afatit tërësor të paraburgimit, kur në ligj është qartësisht që është një afat prej 3 vitesh. Ky afat është e kaluar që në datën 17 qershor të vitit 2025. Pra nga momenti i ndalimit 17 qershor 2022. Okej, duke llogarit dhe ato pezullimet. Dhe ato pezullimet kanë mbaruar në datën 14 nëntor. 14 nëntor të këtij që ato i kanë bërë për siguri sepse ato nuk janë në ligj. Ato për të mos e bërë çështjen e interpretueshme unë e lash në këtë afat. Po si mendoni se do shkojë tashmë pas zbardhjes dhe vendimi i gjykatës apelit me ato detyra? Shiko, ajo ka të bëjë me zgjidhjen themel dhe pa diskutim që në rigjykim do respektohen gjithë urdhërimet e gjykatës apelit sepse këto janë detyra dhe nuk mund të anashkalohen. Ndërsa hapi i parë i Jonit do të jetë kundërshtimi i këtij vendimi të sotshëm, i cili është në shkelje flagrante në vlerësimin tim të ligjit procedural penal. Pra është një vendim i padëgjuar për 40 vjet nga ana ime. Nuk ka rast të tillë që mund të tërëzoj kërkesën mbi këtë arsyetim. Të shohim arsyetimin që do të përdor shumica, sepse u cilësua që vendimi ishte me shumicë. Me shumicë. Okej, po Martina Pajollari ishte profesor? Jo, sepse nuk ka plotësuar afatin 3 vjeçar për shkak të arrestimit në kohë të mëvonshme. Cili është shqetësimi juaj, si veçan? Qësimi ime se ne plotësuam. Kë plotësuam? 3 vjeçarin. Po? E kështu na thanë. Do bëjnë 3 vjet, nuk kanë drejtë të bëjnë me. Na 3 vjet, jo avukat da këtej ka dhe 6 muaj që kaloi afati. Po mirë. Tash po la bëjnë brenda akoma. Këtë duam. Tani gjykata apelit vendosi që çështja të rishqyrtohej këtu në. Po shqyrtua. Të rishqyrtohet. Po. Akoma s'ka nisur rishqyrtimi dhe rigjykimi këtu në gjykatën e Korçës. Sot që kot, subëje. Kjo është për rivlerësimin e masës sigurisë. Po. Po? Po. Tani pse keni shpresën e humbur në raport me ngjarjen dhe me të vërtetën? Se kështu na thanë. Kështu. Gjykata e lartë në Iberg të shqyrtohet. Gjykata apel. Bëjmë kërkesën prapë, thanë që to bën 3 vjet, plotësojnë 3 vjet. Më datën 17 janë plotësuar 3 vjet, pritëm se s'na u bë. Pastaj thanë që ato grevat që u bën, gjendë kaloi afati 6 muaj para vetë. Çfarë kërkoni? Ato ne kështu, jo sot jo nëse.
Si që po Do shërë, jem pas sa ditësh prap në gjykatë, apo jo? po të tajmë qërë. Do jeni këtu prap? Këto imë qërë. Këto imë. Vendimin e gjykatës apelit e keni lexuar? Që ka dalë të shi. Ha. Nëse kam lexuar. Që let sa detyra mos E, po ka ato detyrat, sa detyra gjykatës. janë. Po. Do më thënë shqiptimin e rrugës, Të Facebookut. të telefonave. Telefonet i kanë ato gëldana me atë vanqushën. Pra, e rëndësishme është një gjë. Ata e din që janë gabim. E rëndësishme është një gjë. Çështja do rigjykohet. Gjithë ato që janë ngritur si pikpyetje do duhet të merren në shqyrtim nga gjykata këtu. Në këtë ju caktuar tash. Cila do qofte e vërteta, do dalë patjetër. Faleminderit. Dhe duhet besojmë te drejtësia pavarësisht problematika. Ne kemi besim të drejtësia. Kemi besim të drejtësia. Ne kërkojmë, nuk kërkojmë mëshirë, se kemi kërkuar kur njeriu mëshirë. Kërkojmë vetëm të vërtetën. Po ne nuk kemi bërgje. Dhe e vërteta cila është për ata që se di Cila është? që Edliri ka qenë atë natë, s'ka qenë. Ka qenë Edliri atë natë apo jo? Po. Ka qenë në ngjarje apo jo? Ka qenë gjarja? Ku ka qenë? Në Kolanec? A dikush që se ka ndjek çështjen. A ka qenë ku ka qenë Edliri atë natë? Ku ka qenë ti? Shtëpi. Okej, në shtëpinë tuaj, në Marian. Shtëpi ka patur unë. Nëse e ke pas në shtëpi, kjo është gjë Po i e ka patur cila shtëpi, është moj ruar. do provohet. Ti i di gjërat mirë shumë, e ka patur shtëpi djalë. Edhe ka lafosur me të fjuar dashnori kishte. Edhe prapë ka telefon aty, pse nuk e nxjerr telefon? Në qoftë se djali im s'ka qenë në ato i larguar, merre, për që duash. Por e ka patur shtëpi. E ka patur shtëpi. Si arriti djalim 10 vjet mësues. Edhe mori një çoban të dhenve, që është ditën të mbrojtë të dhenë, edhe mori vajtën pra një burr djatë. Po pse se bro? Çfarë kisha bërë, çfarë kisha bërë? Po se kisha bërë, jasë kisha bërë. Të bëj një pyetje tjetër. Si e shpjegon faktin që firma e Bledi Anxhos nuk di të shkruaj dhe të lexoj? Po, Ndërkohë ke procese verbale del edhe emri dhe firma e Bledi Anxhos. Si e shpjegon ti kjo këtë është gjë? nuk ka bërë. Në qoftë se ajo tedi film, pse se bëj këta të marrin një film tedje? Pse s'di tedi film? Këta e deklaroi edhe e motra që s'di. Ajo e di. Po pse e ka bërë prokuroria dhe Këta policia e këtë bëri gjë? policia. E bëri vajgjushi me Gelian. Me Klau Ogren. Po, me ata e kanë bërë. Pili kur jeri dhe jema, sa e qupë si jeri jema, e kërkoj këtu ajo. Edhe kjo e ktheu se e pas situatën. Se e qupa e ktheu kur vajtin burkure. Ajo, a ispa nuk e kthejnë të ajo, se ata i dhanë piskota, i dhanë mirë, policia, edhe ajo, tur të Kolloviç, mi tati qante që këmë mirë. Edhe i tha, nuk them ashtu ta të them se të vërtetën, moje zezi tha. Nuk të thuash ashtu se kam një plak edhe një plak kam shumë pleq. Po the ashtu më do nga puna, të thuash ashtu që këtë fillim. Gënjeshtën. Po pse duhet ta thosh të gënjeshtën? Po njëse, por e pa i ditë ajo. I dhanë e mbushën qobari, si shti thuash. Do të flasësh ti? Po, duhet Hajde, flas. hajde. Hajde dil tu. S'ka gjë. Kemi 4 vjet. Kush jeni ju? Kam një. Unë jam nipi Mitat Mollaj, e kam daj Edin, kam merru 1000 kilometro larg. Ku jeton? Jetojnë në Greqi, afër Spartit, jam 10 orë larg që këtu. Kemi erë tërë këto herë, gjyshi ka humur 50 kile. Tur t'ju vi drejtësisë, sot do dali, nesër do dali, çfarë gjëra janë këto? Janë gjëra mastrime, i kanë bërë tëra me duart, nuk kemi lidhje me këto gjëra, nuk kemi asnjë faj, nuk kemi bërë asnjë gjë. Ke fol me dajën tënd? Kam folur me dajën Çfarë tim, thot daja? sot fola në telefon, çfarë thot daja? Po na mbajnë kot, kemi bërë na ngjathat na vrasin. Gjyshi, çfarë them, vin mami im do të vinë në Greqia prap, erdhe merën tjetër, kot që po vim këtu, nuk po bëhet gjë. Po gjykata apelit e ka Gjykata i rregullojnë si duan ka këta. konstatuar gjykata apelit ta mbaroj pyetje. Ka konstatuar shkelje në dënimin e Po. parë dhe ka thënë që do rigjykohet. Po, do rigjykohet, po Qa prisni sot ju? puna është na dilte daja. Dilte marrën shtëpi, ta merrnim shtëpi. Ta mbanim shtëpi, mbaronte dali, neve duam dali vërteta, nuk duam as na fali njëri gjë, se nuk kemi bërë gjë. S'keni Jemi bërë të gjë. pafajshëm.
Falë se s'flas dot mirë se jam rritur në Greqi, kam ikur 6 muaj. Po fakti që këto shkeljet, këto firmat që pyeta dhe gjyshin që Bariu që s'di të shkruaj. Bariu është një so budalla me ter nuk din kur e paguanin nuk dinte të numëronte 200-300 mijë lekë, është budalla. Po pse e kanë rar edhe atë çupën Martinën e kanë rar, do thuaç kështu, i kanë rrugulluar vet polica dhe gjykata. Po për cilin motiv? Që kanë vajtur, kanë marrë Martinën me vete, që i vrapën atë, janë tëra gënjeshtra, nuk edhe ti rregullojsh me duart kështu që kanë bërë këtë nuk bëhet. Nuk del, domethënë një budallaj ti hapish, lexoj tëra këto fakte që kanë këta, nuk del e vërteta. Nuk është kot pa lidhje, nuk e kanë rregulluar me duart, s'pun ka daja im, dvej andej me xhelozia thot, për shkak se ato janë tëra budallite, çfarë xhelozie, çfarë për atë kermën të kenë xhelozi, për atë kermën që mos bëhet pikën e ajrit. Na kanë le njerëz me bakti të rjetën gjyshi në Greqi atje ishin 3 vjeç unë me mua na kanë rritur vinin e për bakti ç'pun kemi neve me këto gjëra kështu. I kanë rregulluar vetë gjën kush e ka bërë. Çfarë kërkon? Neve kërkojmë ta nxjerrin edhe dajën edhe kushin e dajës. Ndoshta frika është që mund të largohen dhe mund të mos paraqiten më, të arratisen. Ka frikë që mund nëse dalin me rreth shtëpie. Pra të dalë. Çfarë friket kemi neve? Inshallah ti nxjerrin këtu. Do të vinë prap nëse prap. A do vinë, le të vinë ata ti marrin na shtëpia jon. Nuk kemi asnjë problem, ne nuk kemi këto gjëra i bëjnë ata që kanë vrarë, kanë prerë vërtet. Ne nuk kemi për ndonjë gjë. Nuk kemi pse të fshehemi kot. Ne duam dalë drejtësia dhe familja e tij, duam gjej kush e ka bërë, se gjuna janë ata njerëz janë. Ne as kemi nuk kemi asnjë lidhje. Njerë janë pa fakt, ku i kanë faktet që po i mbajnë 3 vjet e gjysmë. Unë jam rritur në Greqi, këto gjëra këtu vetëm në për filma i kanë parë. Deklaroj motor. Çfarë vendosi gjykata? Rrëzimin e kërkesës. Po pse? Sepse nuk e kemi vendimin ende të arsyetuar, por me shumicë, nuk është se ishte një vendimarrje unanime, u vendos rrëzimi i kërkesës tonë përsa i përket humbjes fuqisë para burgimit. Kur të njemi me vendimin e arsyetuar, do japim qëndrimin tonë. Po sepse duke qenë se çështja është kthyer për i gjykim dhe është urdhëruar gjykimi me tjetër trup gjykues, duke qenë se është vepër penale që gjykohet me trup gjykuese, është me treshe gjyqësore. Një çështje që nga eksperjenca juaj, dim që këtu në Korçë janë liruar me të njëjtat vepra penale dhe me të njëjtat akuza, kur janë shuar masat e sigurisë janë liruar. Domethënë, është standardi 2 fish për ju kjo ngjarje? Ne si mbrojtje duhet të fillojmë përsëri shkollën nga fillimi që të mësojmë ligjet ku lexon gjykata, sepse realisht është një rast që s'ka ndodhur herë tjetër më përpara si ky sot. S'ka ndodhur. Jo. Sepse vetëm para ca ditësh ishte që po njëta gjykatë vendosi që në praktikë gjyqësore jo. Tani të shohim vendimin e arsyetuar dhe më pas do bëjmë ankim. Gjë që është tërësisht në shkelje për mendimin.